Këngëtarja e njohur kosovare Adelina Thaçi ka marrë një hap të ri në karrierën e saj duke ju bashkuar Lidhjes Demokratike të Kosovës. Lajmi u bë i ditur nga kryetari i LDK-s, Lumir Abdigjiku, i cili e përshëndeti vendimin e artistes dhe e cilësoi atë si një vlerë të shtuar për partinë që ai drejton. Në njoftimin e postuar në Facebook, Abdigjiku theksoi se Adelina Thaçi Meta sjell me vete profesionalizëm, integritet dhe humanizëm, duke e konsideruar atë një kuadër të çmuar që do t'i kontribuojë LDK-s me përvojën e saj shumëvjeçare në kulturë dhe art. Sipas kreut të LDK-s, angazhimi i saj politik shënon fillimin e një kapitulli të ri, ku vlerat qytetare dhe vizioni për zhvillimin e kulturës në vend do të jenë në qendër të veprimit të Adelinës. Me këtë hap këngëtarja synon të jap kontributin e saj në ndërtimin e një Kosove më të zhvilluar dhe më të orientuar drejt kulturës dhe mirëqenies shoqërore. Mirë se vjen Adelina. Adelina Thaçi Meta, një nga zërat më të fuqishëm dhe më të dashur të skenës muzikore shqiptare nga sot i bashkohet Lidhjes Demokratike të Kosovës. Me mbi 2 dekada karrierë të suksesshme në muzikën klasike dhe atë moderne, Adelina është një prej emrave më përfaqësues të kulturës sonë. Soprano profesionale, këngëtare e suksesshme e muzikës pop dhe profesoresh me përvojë të gjatë në vokal, ajo ka shënuar arritje që e vendosin ndër artistet më të respektuara të vendit dhe rajonit. Në muzikën pop, Adelina është artiste fituese e shumë çmimeve të para në festivale prestigjioze në Kosovë e Shqipëri, me 3 albume e 10 këngë e videoprojekte të suksesshme. Si trajnere vokale dhe themeluese e ansamblit vokal Zanat, ajo ka kontribuar në rritjen e brezave të rinj të artistëve dhe në promovimin e vlerave tona kulturore e muzikore në vende dhe jashtë. Në skenën ndërkombëtare ka shkëlqyer me interpretimet e saj operistike, bashkëpunimet me dirigjentë të njohur, debutimet në role të rëndësishme dhe me projektin madhor të duetit Dolce Suono me tenorin me famë botërore Jose Carreras. Po ashtu ajo ka përfaqësuar vendin në festivale të mëdha në Kroaci, Itali, Gjermani e deri në SBA. Sot Adelina Thaçi hap një kapitull të ri të angazhimit qytetar e politik. Ajo i bashkohet LDK-s duke sjellë me vete profesionalizëm, integritet, humanizëm dhe një reputacion që na nderon. LDK fiton sot një kuadër të çmuar, një artiste që beson në vlerat tona. Shprehet kreu i LDK-s, Lumir Abdigjiku.